Biznesmeni Edvar Agalliu është marrë peng dhe për 5 orë është lidhur e i është ushtruar presion për dorëzimin e 20 milion lekëve të vjetra. Ai është futur me forcë në një makinë në momentin që po qëndronte në rrugën George Bush në qendër të Tiranës. Më pas është dërguar në fshatin Kakuj në kufi me Elbasanin, nga ku autorët kanë kontaktuar me bashorten e Agalliut dhe i kanë kërkuar parat në këmbim të lirimit të biznesmenit. E shoqja ka mbledhur më shumë se 17 milion lekë të vjetra dhe ja ka dorëzuar njërit prej autorëve, Bajram Ibraliu, në zonën e Saukut. Shkak për këtë prengmarrje mësohet se është bërë një ngacmim. Nga dëshmitë e dhëna përpara autoriteteve, Sulejman Sina ka rrëfyer se Agalliu i ka ngacmuar të dashurën, Nikoleta Begolli, e cila ka mbështetur këtë version. Vetë biznesmeni Agalliu e pranon njohjen me 32 vjeçaren, por jo faktin që e ka ngacmuar apo shqetësuar të ren. Në pranga janë vënë 5 persona: Sulejman Sina, Clinton Sina, Idajet Mashollari, Nikoleta Begolli dhe Bajram Ibraliu.